Mishe Thua me Nedin dhe Joridën. Mirë se erdhët në Mishe Thua dhe ne jemi Nedi dhe Jorida dhe kjo është dita e fundit e javës së martesës për 2026. Dita e fundit? Me vjen shumë keq. Por Nedi, gëzuar ditën e dashurisë. Po 14 shkurt është dita e dashurisë. Po, Gëzuar ditën e dashurisë. Bota me të vërtet ka nevojë për më shumë dashuri. Gëzuar Jorida. shumë faleminderit, e vlerësoj shumë. Një trandafil për mua. Dhe ne jemi duke folur në këtë podcast këtë ditë për vitamina për martesën tuaj. Dje folëm për një vitaminë që quhet përkushtim, dhe kjo është vitamina që sjell më shumë stabilitet, siguri edhe paqe në martesën tonë. Ndoshta për disa prej nesh nuk ishte diçka më e rehatshme, por fjala përkushtimi është diçka e rëndësishme, por jo dhe shumë seksi në botën e sotme. Sidomos në një ditë si kjo, kur të gjitha çiftet dalin për të treguar dashurinë, për të festuar romancën edhe pasionin, edhe japin njëri tjetrin dhurata si lule ose çokoladë. Ja. Por sot të flasim për një gjë që do shta shkon edhe qik me thellë si përkushtimi. Vitamina e sotme quhet vetmohimi. Uj, Vetmohimi. çfarë? Po, do shta nuk na duket shumë e bukur si fjalë. Sepse shoqëria me vërtet na mëson duhet të mendosh për veten tënde. Ti meriton me mirë. Pse të rish në ato martesë nëse ajo nuk të bën ty të lumtur? Në fakt, e vërteta është kjo, që as martesa jon, as dashuria jon nuk do të sjat shumë nëse unë e vendos veten time në qendër. Kjo është e vërtet, apo jo? Vërtet, po. Kur unë vendos veten në qendër, unë filloj do shta pa kuptuar duke numeruar gjëra. Ja, unë bëra të gjithë këto gjëra, çfarë bëri ti? Unë kam dhënë kaq shumë, po ti? Hiç. Edhe ashtu filloj semra ime të ftohet avash, sepse jam duke krahasuar, jam duke numeruar, edhe nuk na shërben për të mirën ton, për marrëdhënien ton. Aktualisht në martesë ne krijojmë diçka të re që quhet ne. Nuk jemi më unë dhe ti, por jemi ne. Po. Edhe dy njerëz, siç thot në Bibël, bëhen një mish i vetëm. Ose siç thon në Shqipëri, burë e grua mish e thua. Prandaj e kemi quajtur këtë podcast Mish e thua, sepse synojmë për një unitet, një intimitet shumë të madh, shumë të thellë. Por një gjë, egoizmi im, në të flasë për veten këtu, dëmton martesën tonë. Edhe pse mund të zgjedh veten përpara, unë jam humbësi në fund. Shumë e vërtet. Kështu është matematika e martesës. Është si edhe të hash shumë ëmbëlsira, me që jemi në shembullin e dietës edhe vitaminat. Mua më pëlqen shumë ëmbëlsira, por nëse unë ha ëmbëlsira çdo ditë, ose nëse jetoj një jetë egoiste çdo ditë, do të kënaqem në moment, por e dëmton, e shkatëron marrëdhënien tonë, e shkatëron shëndetin. Po. Duket pak e çuditshme, por gjëja më e mirë për ne është antidota e egoizmit, që siç tha Jorida është vetmohimi. Ne kemi nevojë në martesën tonë, jo vetëm për junk food, por për vitamina të mira. Dhe vetmohimi është antioksidanti që na pastron nga këto gjëra, na mbron nga krenaria, na mbron nga konflikte, na mbron nga stresi dhe kritikat. Kështu, merr dozën tënde të vetmohimit. Është kur ne kalojmë nga çfarë dua unë tek
çfarë i duhet martesës son. Kjo është një ndryshim shumë domethënëse në martesë. Po. Çfarë dua unë, por çfarë na duhet neve. Edhe atëherë lind uniteti dhe mirëqenia në martesë. A mund të imagjinosh një martesë kur ne të dy çdo ditë themi, çfarë mund të bëj unë që ti të dihesh me e vlerësuar, me i sigurt, me i sigurt. Edhe çfarë mund të bëj unë sot që ti jeta jote të jetë pak më lehtë? Sa mirë, Po, do do t'ishte. ishte bukur. Në fakt, për mua, vetë mohimi duket si unë du të mendoj për nevojat e Nedit për para nevojat e mia. Të quajmë qik më shpejt në mëngjes, të bëj një çaj të ngrohtë me qik Sa mirë. me qik mjalt. Po. Ose të jem ajo që me vërtet të jap të gjithë supportin tim, të bëj që ti të dihesh që je një superhero. Edhe do shta më shumë kur ti je lodër, kur je raskapitur, kur je dekurajuar. Unë mendoj që atëherë ti më shumë ke nevojë për një gjë të tillë. Si të duket një gjë të tillë, Ned? Po duket shumë bukur. Në fakt kur e meritoj më pak, atëherë sakrifica jote ka më shumë kuptime dhe më shumë impact në jetën time. Kështu e vlerësoj shumë edhe dua të shoh edhe të njoh ato momente edhe të pohoj që e vlerësoj që ti ke sakrifikuar për mua dhe për ne. Kjo e bën një ndryshim shumë të madh. Nëna Teresa ka një thënie shumë të bukur. Ajo tha që dashuria të jetë e vërtet duhet të kushtoj, duhet të dëmb, duhet të na zbraz nga vetja. Kjo është dashuria e vërtet. Por a do të thotë kjo të haroj veten? Jo. Nuk mendoj se po. Se vetmohimi i shëndetshëm nuk është të shkelem, nuk është të zhdukem, të abuzohem, por është kur unë zgjedh ne përpara unë. Apo jo, përpara meje. Dhe asnjë skuadër nuk do të ketë sukses nëse është mbushur me lojtarë që janë egoist. Prandaj ne në skuadrën tonë martesore duhet të zgjedhim vetmohim, duhet të zgjedhim më të mirën e tjetrit që të kemi sukses. Dhe kjo më kujton një varg në Bibël që thot askush s'ka dashuri më të madh nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Kjo është një rrugë shumë e vështirë. Po, me vërtet, kjo por është shumë sfiduese. është shumë e bukur. Ato filmat që shohim më romantike kanë të bëjnë me një sakrificë. Po, me një heroj. Një hero që sakrifikon. Kështu unë dua të jem ai heroj për ty. Sidomos në një ditë si kjo, por çdo ditë. Po, tani sot ne jemi duke festuar Shën Valentinin, edhe ai bëre sakrifica, apo jo? Prandaj jemi duke festuar. Dhe jam i sigurt që shumë nga juve jeni duke planifikuar diçka e bukur për sot. Do shta keni një surprizë të vogël për bashkëshorti apo bashkëshorta jote. Do shta keni menduar që do dilni. Por unë dua të ju sfidoj të mendoni që çdo ditë e javës, çdo ditë e vitit, në fakt, mund të jetë një ditë e dashurisë. Jo vetëm ditën e sotme, sepse në fakt sot unë prisja që ti do të më japësh një Ashtu, nuk ishte surprizë. Jo, sepse janë kudo. Janë kudo që dalim sot, ka shumë trandafila, ka çokolata, ka gjëra të. Por kur unë e marr një trandafil një ditë që nuk është Shën Valentini, me vërtet kjo me prek edhe me shumë. Edhe unë mendoj që këto janë ato gjërat. Unë duhet të mbaj shënime këtu. Po. Unë duhet të mbaj shënime. Edhe unë mund të mendoj për ty, edhe jo vetëm për Shën Valentinin. Unë e di që Nedi ka shumë qef çokolatat. Edhe patjetër sot për shkak që është Shën Valentinin, ti solla edhe çokolat. Shpresoj që të ketë edhe një apo dy copë edhe për mua. Faleminderit, po do të festojmë bashkë, do të shijojmë bashkë. Por ashtu të lutem. Ashtu siç kemi thënë çdo ditë këto jave, janë ato gjërat e vogla që bën ndryshimin e madh. Që shpresojmë që ti ke filluar të bëj gjërat e vogla, sepse ata do të ndryshojnë martesën tënde.
Nëse mund të bësh një gjë të vogël çdo ditë, sa e bukur do bëhet dita. Shumë mirë. Shpresojmë që këto ditë ju kemi inkurajuar dhe ju kemi nxitur të bëni diçka konkrete për martesën. Edhe një gjë të vogël, siç tha Jurida, gjëra të vogla bëjnë një ndryshim të madh. Bëje dhe pastaj bëje prap edhe prap derisa të bëhet zakon. Po, Kjo është ideja e javës së martesës, edhe kjo është dëshira jon për ju që do të krijoni martesa shumë të bukura ku duhet jo vetëm të mbijetoni së bashku, por të lullëzoni së bashku. Ashtu si një jetë të balancuar me një dietë të mirë, me vitamina, krijon edhe një jetë të shëndetshme. Ne duam që të merrni ato vitaminat të martesës çdo ditë. Ne do të vazhdojmë me këtë podcast. Do të kemi edicione të tjerët, shumë shpejt. Podcasti ku flasim për martesën, për familjen edhe për jetën së bashku. Kështu na ndiqni, bëni like, bëni subscribe, edhe do shihemi java tjetër. Shumë faleminderit që keni qenë bashkë me neve gjatë këto ditët e javës së martesës. Urojmë që të keni një ditë shumë fantastike sot, një mbrëmje e këndshme, edhe ju uroj gjithë të mira për martesën tuaj. Gëzuar, mirupafshim. Shihemi herë tjetër. Për të parë çdo episod, mjafton të bëni subscribe në YouTube, në kanalin Mishe Thua.